Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Sot dua të ndaj me ju mënyrën se si i kam përgatitur unë çurekin buka e pashkës greke. Filloj me pjesën e parë. Në një enë dështojmë 150 ml qumësht i ngrohtë, 20 gram maja, 2 lugë sheqer. Kjo është pjesa e parë, e përgatisim në fillim, pasi duhet rreth 15 minuta që të aktivizohet majaja për të patur një rezultat akoma më të mirë. Dështojmë edhe 100 gram miell, masën do ta përzihem shumë mirë dhe do ta lëm të pushojë për rreth 15 minuta duke e mbuluar me një pecet të pambukt ose çfarëdo lloj që t'ju gjendet në shtëpi. Dua të theksoj se duhet të ri në ambient të ngrohtë. Pra e gjithë përgatitja e kësaj recete duhet në ambient të ngrohtë. Pasi kanë kaluar 15 minuta, shiheni me sy, mund të dojë edhe 10 minuta, varet edhe nga majaja, por duhet të krijohet në këtë mënyrë që tregohet në video. Pasi e kemi gati në një enë të thellë, do vendosim majan. Do vazhdojmë me 3 vezë, 150 gram gjalp, unë e kam tretur, dështojmë 350 gram sheqer dhe masën do ta përzihem shumë mirë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë në faqe. Masën do ta përzihem shumë mirë. Nëse keni dëshirë për më shpejt, për të lehtësuar punën, mund ta përziheni me rrahës elektrik ose robot guzhine. Unë e kam përgatitur të gjithë me dorë në mënyrë që të jetë një tregues edhe për ato që nuk kanë as rrahës elektrik ose robot elektrik. Do të shtojmë vanilje, rreth 1 lugë gjelle nëse e keni vanilje të lëngshme, nëse e keni pluhur duhen 2-3 vanilje për të patur një aromë akoma dhe më të mirë. Pasi e kemi përzierë, do shtojmë masën e miellit, rreth 700 gram miell, mund ta shtoni pak e nga pak të gjithë një herësh, duke e punuar si të jetë më e lehtë për ju. Do shtojmë erëzat, mahlep, kardamon, mastika dhe pak krip. Këto janë erëzat karakteristike që e bëjnë këtë ëmbëlsirë të veçantë dhe me aromën shumë të mirë, sepse pa to do të quaj thjesht një bukë e ëmbël. Do shtojmë edhe qumshtin do ta shtojmë pak e nga pak, duke e parë edhe masën e brumit me sy. Vazhdojmë ta punojmë, duhet të na formohet një brum i butë, por jo i ngjitur. Unë i kisha vezët nga fshati, të freskëta dhe brumi mori një ngjyrë të verdhë shumë të mirë, pasi jo gjithmonë i kam të freskëta nga fshati vezët, por këtë radhë brumi më doli shumë i verdhë, kështu si tregohet në video. Vazhdojmë ta punojmë edhe për pak dhe do ta lëm të pushojë për rreth 4 orë. Është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Siç e thash në fillim, përgatitja e çurekit kërkon një temperaturë të ngrohtë në ambient dhe duhet pak durim, në mënyrë që ta nisni përgatitje ndal nga dal, pa u lodhur, pa u mërzitur, por në përfundim është ajo kënaqësia ku e gjithë shtëpia aromatizohet me aromën e kësaj buke pashke që vërtet është shumë e mirë. Pasi brumi ka pushuar, do ta ndajmë në 2 pjesë dhe unë një pjesë e kam ndarë në 6 pjesëza të tjera, ndërsa pjesën e dytë e kam ndarë në 3 pjesë, sepse gjysmën e brumit unë e kam thurur me 6 pjesë, kështu si do t'rregoj tani në video, ndërsa pjesën e dytë të brumit e kam thurur në mënyrën më të thjeshtë. I kam bërë të dyja në mënyrë që nëse nuk mundeni ose nëse doni të kurseni kohë, mund ta bëni me mënyrën më të thjeshtë me 3 pjesë.
Hapi I parë me 6 pjesë I mbledhim në këtë mënyrë, I mbledhim shumë mirë në fillim, në mënyrë që pas pjekjes të mos hapen. Do t'i kalojmë kështu si tregohet në video. Nëse nuk jeni të qartë për thurjen, mund të më shkruani dhe do jua postoj një video në shorts vetëm për thurjen e tij. E bëjmë kështu me ngadalë, jam munduar të kap pjesë fillimisht, më pas do të ndjekim të njëjtën procedurë. Siç e theksova, duhet në ambient të ngrohtë në mënyrë që të mos thahet gjatë thurjes. Pasi kemi thurur pjesën e parë, vendosim në tavën e pjekjes. Për pjesën e dytë, siç e thash në fillim, kam zgjedhur mënyrën më të thjeshtë, në formën e një gësheti, e vendosim dhe këtë në tavë. Poshtë tavës duhet të vendosim patjetër letër pjekjeje. I lëm të pushoj për rreth 1 orë. Ndërkohë që pushojmë, do të përzihem shumë mirë një vezë dhe pak qumësht, në mënyrë që ta lyem në sipërfaqe dhe çureki do të marrë atë ngjyrën e bukur pas pjekjes. Dhe pasi e kemi gati, I lyem të dy shumë mirë dhe në sipërfaqe unë kam shtuar bajame. Nëse nuk ju gjende në shtëpi, mund të shtoni susam ose edhe pa asnjë gjë, mund ta pishni kështu si është, sipas dëshirës. Dhe do t'i pjekim në furrë të parangrohur në 150 gradë për rreth 35-40 minuta, pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Ky është rezultati pas pjekjes. Si ju duket si recetë, nëse ju pëlqen, mund të lini përshtypjen tuaj në koment. Faleminderit që më ndiqni.